إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndrimi dhe lavdërimi I qoftë Allahut Azza wa Jall, salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë njeriut më të mirë dhe më të dashur të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Wa kana Allahu aliman hakima", që do të thotë me të vërtetë Allahu është I gjithëditur dhe është I urtë. Pra, nga emrat e bukur të Allahut subhanahu wa ta'ala është se Allahu është el-Hakim, që do të thotë I urti. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, përveç që është I urti, ai është patemeta dhe ai është krijuesi çdo gjëje. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk krijon diçka, nuk urdhëron diçka dhe nuk ndalon diçka përveç se me urtësi të mëdha. Këto urtësi disa ka mundësi t'i dim dhe t'i kuptojmë, e disa ka mundësi të mos I dim dhe të mos I kuptojmë. Nga këto urdhra që Allahu subhanahu wa ta'ala I ka urdhëruar në Kur'an, është edhe urdhri I agjerimit. Pra, agjerimit shtyllës së Islamit, agjerimit muajit të Ramazanit. Ky urdhër, vëllezër të nderuar, është ligjësuar dhe është urdhëruar nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ky ibadet dhe ky urdhër ka qëllime madhore, të cilat disa Allahu subhanahu wa ta'ala I ka përmend në Kur'an dhe disa I ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij, dhe disa I kanë nxjerrur dietarët nga studimi I Kur'anit dhe studimi I hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Urtësitë e këtij obligimi janë të shumta, mirë po ne do mundohemi të përmendëm vetëm disa prej tyre që janë më të rëndësishme dhe më madhore. E para prej tyre, vëllezër të nderuar, është se agjerimi e edukon robin Allahut që ai të jetë I devotshëm, të jetë I mirë dhe të jetë I shpëtuar dhe të jetë shembull I mirë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju besimtar, "kutiba alaykumus siyam", u është bërë obligim agjerimi, "kama kutiba alal ladhina min qablikum", ashtu siç ka qenë obligim edhe për ata të cilët kanë kaluar para jush, "la'allakum tattaqun", në mënyrë që të bëheni të devotshëm dhe të jeni të shpëtuar. Pra, nëse shtrohet pyetja se pse është bërë obligim agjerimi, përgjigjja nuk është për të na rënduar,
mirë po përgjigja është që ne në përmjet kësaj rrugë dhe në përmjet këtij obligimi dhe në përmjet këtij agjerimi të lartësohemi, të bëhemi më të mirë dhe të arrijmë gradën e të devotshmeve dhe atyre të cilët janë të shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra qëllimi i agjerimit, qëllimi final i agjerimit është që ne të bëhemi takwa, pra të bëhemi të devotshëm. Këtë cilësi që Allahu subhanahu wa ta'ala e don shumë dhe tërë Kur'anin që ka zbrit dhe pejgamberët që i ka dërgu, i ka thirrë njerëzit që të arrijnë këtë cilësi dhe të bëhen të devotshëm. Allahu mu dhe juve na bëft prej tyre. E shtrohet pyetja o vëllezër të nderuar, se çka është devotshmëria? Pra çka don të thotë të jesh i devotshëm? I devotshëm don të thotë të jesh që në zemrën tënde ta ndihesh dhe ta përjetosh atë se je në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe ta madhrosh Allahun azza wa jall. Pra ta madhrosh Allahun subhanahu wa ta'ala dhe të ndihesh gjithherë me besim dhe iman të fortë në Allahun, bindje se je gjithherë në vëzhgimin e tij dhe je gjithherë në mbikëqyrjen e tij. Kështu që të jesh në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa ta'ala do të thotë që sikur kur je në vetmi, sikur kur je me njerëz, sikur kur je në publik, ti të jesh i devotshëm dhe të friksohesh Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse arrin këtë grad, Allahu mu dhe juve na bëj prej tyre, atëherë adhurimin, pra agjerimin do ta kryesh drejt dhe si duhet. Nga se do e arrish cilësinë dhe atë pozitë që je i nënshtruar dhe i përulur ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo duhet të jetë ai qëllimi pse ne agjerojmë dhe urtësia e agjerimit pse u shlicu dhe pse është urdhëruar prej anës së Allahut. Kjo nga se vëllezër të nderuar, shpeshherë të disa njerëz, Allahu na ruaj, mundet që agjerimi me kalu në një lloj rutine apo në një lloj zakoni. Ku ai agjeron, mirë po me agjerimin e tij, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rubba saim, ndodhet që një agjerues mos të arrinte prej agjerimit të tij asgjë mos përfiton përveç se urin dhe ejtjen. Dhe ndodhet pejgamberi alayhis salam, një namazfalës mos përfiton nga namazi i tij asgjë përveç se qëndrimit të tij në këmbë dhe lodhjes. Prandaj ne nuk guxojna të jemi në këtë pozitë, Allahu na ruaj. Mirë po të mundohemi ta përjetojmë në zemrat tona madhështinë e Allahut xhalla xhelalu dhe ta besojmë si duhet, duke madhruar Allahun azza wa jall se jemi në mbikëqyrjen e tij dhe jemi në urdhat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ajeti i agjerimit po thot la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm. Pra qëllimi i agjerimit është që ne të arrijmë këtë grad dhe të arrijmë këtë nivel që Allahu subhanahu wa ta'ala e don dhe është i kënaqur. Thot një prej dietarëve dhe komentatorëve të Kur'anit, Imam Begawi rahimahullah, kur e komenton këtë pjesë të ajetit, thot qëllimi i agjerimit është që ne të jemi të devotshëm dhe nëpërmjet agjerimit ne të afrohemi tek Allahu subhanahu wa ta'ala dhe nëpërmjet agjerimit ne të kryjmë urdhëresat që Allahu azza wa jall na urdhëroi dhe të largohemi nga ndalesat që Allahu subhanahu wa ta'ala na ka ndaluar. Nga se vëllezër të nderuar, ne gjatë ditëve të agjerimit po heqëm dorë ndaj halalit dhe bukës edhe ujit që janë halal, po i themi jo prej kohës së syfyrit deri në kohën e iftarit. Nëse halalit po i themi jo, duke qenë të nënshtruar dhe të përulur ndaj Allahut, atëherë edhe më parsore është që të themi haramit jo. Pra halalit po i themi jo,
Pse? Se Allahu po thot gjatë kësaj kohe të caktuar, prandaj harami që është shumë i rrezikshëm e që mundet me të çunë në zjarrin e xhenemit, dhe Allahu na ruaj me mbet ato përgjithmonë, atëherë edhe më parsur është që ti themi ju. Gjithashtu, agjerimi e mëson njeriu që të jetë i nënshtruar ndaj Allahut dhe njeriu për hir të Allahut të thyn ato epshet dhe egon e vet dhe të thot ju asoj që Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar dhe e ka kërcënuar në Kur'an. Gjithashtu, la'allakum tattaqun, pra në mënyrë që të jeni të devotshëm. Thot një dietar tjetër, El-Khattabi rahimahullah, në komentin e këtij ajetit, pra Allahu e lehtësoi agjerimin, thot që të arrini devotshmërinë, pra që të ruheni nga zemrimi i Allahut dhe të ruheni nga të gjitha ato veprime dhe të gjitha ato rrugë të cilat ju shpijen në zemrimin e Allahut dhe të praktikoni gjitha ato dhe të drejtoni ka rrugët të cilat çojnë në kënaqësinë e Allahut dhe çojnë në xhenetet e Allahut dhe çojnë në lumturinë e juve shpirtërore në këtë dynja dhe shpëtimin e juve në botën tjetër kur dalëm para Allahut subhanahu wa taala. Nga kjo, vëllezër të nderuar, mësojna se agjerimi i Ramazanit e nxit besimtarin që ai të jetë i sinqert me Allahun azza wa jall, dhe e nxit besimtarin në ndriçimin e zemrës së tij dhe në pastrimin e shpirtit të tij dhe e ndihmon njeriu që të ketë frikë Allahut subhanahu wa taala dhe të afrohet me veprat e mira tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe kur Allahu subhanahu wa taala po thot në ajet kema kutiba alel ladhina min qablikum, pra agjerimi është bërë obligim juve, ashtu siç ka qenë obligim edhe për ata që kanë kalu para jush, jep me kuptu se ky obligim nuk është që jeni veçut vetmit ju, mirë po kanë kalu edhe umetet e kaluar, edhe pejgamberët tjerë, edhe umetet e tyre kanë pas obligim agjerimin, epse ndoshta ka dallu e forma se si kanë agjeruar, mirë po për me të regu se në këtë pikën e agjerimit bashkoni të gjithë dhe për të regu se ky agjerim ka ardhur me qëllimet e mëdha dhe synimet larta dhe me urtësi madhore për t'ju ngritur juve tek Allahu dhe për t'ju lartësuar juve tek Allahu dhe për të arritur pozita tek Allahu të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala i dan dhe është i kënaqur. Agjerimi gjithashtu na mëson se robi duhet të zbaton urdhrat e Allahut subhanahu wa taala dhe të kryejë obligimet e Allahut sa është gjallë në jetën e kësaj bote. Dhe gjithashtu agjerimi na mëson se ne duhet të afrohemi te Allahu subhanahu wa taala me atë që Allahu azza wa jalla don dhe është i kënaqur dhe të largohemi nga çdo gjë që e zemron Allahun subhanahu wa taala. Pra, qëllimi final dhe më madhore agjerimit është që ne të arrijmë devotshmërinë dhe të arrijmë takvallahun dhe të arrijmë që të jemi të shpëtuar. Allahu mu dhe juve na bëj prej tyre. E dyta nga urtësitë dhe qëllimet madhore të agjerimit është, vëllezër të nderuar, pastrimi i shpirtit dhe largimi nga e keqja. Por nëpërmjet agjerimit besimtari e pastron shpirtin e tij, e pastron zemrën e tij dhe i pastron gjymtyrët e tij. Nga se ai i cili ka heqë dorë prej halalit, siç e tha më herët, ai ku mund dalë mu mendue, unë i cili i hoqa dorë prej haramit, edhe më parsore është për mua që të heqi dorë nga fjala keqe. Edhe më parsore për mua që të heqi dorë nga lëndimi dikujna. Edhe më parsore ndaj meje është që unë të mos shpifi dhe akuzoj për tjetrin. Edhe më parsore për mua është i cili jam duke agjeruar për Allahun që të sillna mirë me prindrit e mi, dhe të sillna mirë me vëllezërit musliman, dhe të sillna mirë me fëmijën tim, dhe të sillna mirë me njerëzit përgjithësi. Wa qulu linnasi husna, dhe falni njerëzve fjalë të mira siç thot Allahu subhanahu wa taala. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: Ja ma'shar ash-shabab, thot o ju djem,
thot men istata minkumul ba'a falyatazawwaj, ai cili ka mundësi për jush me u martu, let martohet, wa men lam yastati' fa alayhi bis-sawm, e ai që s'ka mundësi mu martue, atëherë let jam syna agjerimit. Nga se agjerimi për ta është në buruj. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson e këtë hadith se agjerimi është pastrim për shpirtin e tij, është pastrim për zemrën e tij dhe është rujtje për gjymtyrët e tij, të cilat një ditë ka me dhënë përgjegjësi kur del para Allahut subhanahu wa taala. Pra agjerimi, vëllezër të nderuar, e edukon njeriu dhe tamam është sikurse një medrese apo një shkollë në të cilën ai kalon në përlënd të ndryshme dhe qëllimi i tij është që në fund të kalon shkëlqyeshëm dhe të del shembullor. Prandaj agjerimi është medrese, është shkollë që hin në ditën e parë dhe shpreson me dal në Bajram me festue atë sukses të madh të cilin e ka arrit dhe është përmisu dhe është pastru dhe është edukue në mënyrën më të mirë dhe sipas urdhrave të Allahut dhe sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thanë një hadith, as-sawmu junna, agjerimi është mburoj, pra është mburoj për zemrën e xhenemit, dhe agjerimi është ai i cili e pengon njeriu nga fjalët e këqija dhe nga veprat e liga dhe nga ato të cilat janë të shëmtuara dhe nga ato të cilat nuk i don Allahu subhanahu wa taala. Prandaj lut Allahun azza wa jall që këto dy cilësi dhe këto dy urtësi dhe këto dy qëllime dhe synime të mëdha të agjerimit të arrina në këtë medrese, në këtë shkollë të këtij muaji të bekuar, dhe lut Allahun azza wa jall që Allahu nëpërmjet agjerimit të na bën të devotshëm dhe të mbastron shpirtin ton dhe zemrat tona, dhe Allahu subhanahu wa taala të shes zemrat tona se e dojna më së shumti atë dhe i friksohemi më së shumti atij dhe shpresojna më së shumti tek ai dhe i mbështetemi vetëm atij. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër të nderuar, gjithashtu nga urtësitë dhe qëllimet madhore të agjerimit është se agjerimi është për kujtim për ata të cilët janë të varfër dhe janë nevojtar. Shikoni vëllezër të nderuar, madhështinë e këtij muaji të bekuar dhe madhështinë e këtij obligimi dhe këtij urdhri të Allah subhanahu wa taala, pa marrë parasysh gjendja financiare e njerëzve, pa marrë parasysh gjendja e tyre janë të pasur, apo çfarë pozita ka në këtë tokë, ata në kohën e syfyrit edhe në kohën e iftarit janë të gjithë barabartë. Pra, të gjithë do të heqin dorë nga gjërat e lejuara prej kohës së syfyrit dhe deri në kohën e iftarit. Prandaj agjerimi ka ardhur për të na kujtuar se ndoshta dikush mundet me pas uri dhe varfëri gjatë tërë vitit ose gjatë tërë muajit, ndërsa ne po përjetojmë vetëm në një muaj të bekuar. Prandaj kjo është për kujtim për ata të cilët kanë nevojë me ngjit dorën dhe kanë nevojë me e shtrit dorën duke ju ndihmuar për hir të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj është pyet Ibn Rajebi rahimahullah, një nga dietarët e hershëm, thot, pse është lehtësu dhe pse është urdhëruar agjerimi? Thot, një nga urtësitë se pse është urdhëruar agjerimi muajit të Ramazanit është që me kujtu thot pasaniku, edhe me shiju pasaniku atë urinë e varfërisë, dhe me ju kujtu se dikush mundet me pas tërë vitin kështu, dhe pastaj me i hulumtu dhe me i kërku ata të cilët ka nevojë për ndihmë. Prandaj shikoni Islamin, kjo fe madhështore që Allah na ka ndëruar me të. E lutem Allahun që të na mundson me jetu me të. Dhe lutem Allahun që mos na vdek përveç me këtë fe, për cilën edhe do shpëtojmë botën tjetër me të. Dhe s'ka mundësi me shpëtu me diçka tjetër. Prandaj, këtu janë disa nga urtësitë
dhe qëllimet e agjerimit. Pra më e madhja dhe kryesorja është që ne të arrijmë dëshmërinë, pastaj ta pastrojmë shpirtin dhe zemrën dhe të kujtojmë se dikush mundet me pas agjerim tër vitin. Prandaj vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë gjithherë bujar, gjithherë ka qenë dërlanc, dhe kur nuk e ka kthyer njeriu në thot. Kurse se i ka lyp diçka, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka kthyer atë duar bosh. Mirë, po i ka dhënë diçka, ose nëse nuk ka pas diçka, i ka urdhëruar sahabët me i dhënë atij personi. Ka qenë bujari, në bujari njerëzë sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po transmeton Aisha radhiyallahu anha se kur ka qenë muaj Ramazanit, do të ka qenë edhe më bujar se sa në muaj tjerë. Prandaj të tregohemi bujar dhe të ndihmojmë ata të cilët kanë nevojë, dhe të ndihmojmë xhamin e Allahut azza wa jall, dhe të kontribuojmë për këtë fe, nga se vallahi ata të cilët pasojnë fe të humbura, shpenzojnë për fetë e tyre, kontribuojnë për fejnë e tyre, me që se kanë mund të shku në botën tjetër kur dalin për Allah të azojgjit. Ndërsa ti, çdo gjë që e jep për këtë dinë, çdo gjë që e jep për me ndihmu t'i kanë, çdo gjë që e jep që me jetë xhamia Allahu subhanahu wa taala përpara, Allahu subhanahu wa taala ka me ta kompenzue. Allahu ka me ta kthym këtë dynjë. Allahu azojgjit ka me ta shpërbly hala pa kalun varr në vënit vdekjes. Dhe kime shpresu më këthy për me dhonë prapë. Dhe ka me të shpërbly dhe dritë ka me të abos sa të konë varë. Dhe ka me të shpërbly dhe në ditën e gjykimit. Dhe ka me të shpërbly me ta dhe nurën e siratit. Dhe ka me të shpërbly dhe kur dilë për Allah subhanahu wa taala. Prandaj lusë Allahun azza wa jall që mu dhe ju Allah në bënd të dëvëshëm. Dhe të naruan nga çdo gjë që shpijen zemërimin dhe hidrimin e Allah subhanahu wa taala. Dhe lusë Allahun azza wa jall që fundi këtij Ramazanit e jetë për neve më i mirë se sa fillimi i tij që ishte. Dhe lutem Allahun subhanahu wa taala që të na mundson Allahu azza wa jall me arrit natën e Kadrit dhe 10 netën e fundit të Ramazanit dhe me dal në bajram më të mirë se sa që kemi hyrë në këtë muaj. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Yaqulu Allahu jalla wa ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون